2025 dhe duhet të jemi të shqetësum individualisht, por edhe nuk e di qysh flenë që ata deputet që janë zgjedh, se Albin Kurti është deputet, nuk është kryeministër, duhet sonte me bujt në kek, me po çka ka ndodhur. Ku mos i karoj Irani? Diçka u bë këtu. Sër Bellaça. Faktikisht këtu ne ka qëndosh mund ndërtuar, ne është e vërtetë që ne flem mbi të ngjell mbi 12 miliard tonelata janë të supozuar të që në Kosovë faktikisht për kokë banor vendin e tretë në Evropë, mirë po edhe ne termocentral ka qëndosh mund ndërtu një termocentral i ri që 25 vite faktikisht. Ja, është bë kontrata ka prish kjo qeveri. Jo veç lutem se do të më folë edhe si qytetar, jo veç si ekonomist. Ka qëndosh mund ndërtu matin një termocentral, ndoshta jo një po tre ka të tash ishin ndërtuar vetëm mos me pas politizu për shembull çështjet nacionale, strategjike, energjia, disa gjëra nuk ka qëndosh mu politizuar në vazhdimsi. Kjo është e vërtetë që këta kanë pas raste 4 vite, 5 vite nuk e kanë ndërtuar, por ata të mëhershmet faktikisht nuk e kanë ndërtuar. Kjo është sepse nuk je i drejtë, nuk je, jo spajtona me ty. Ja Bellaça, ka kontër globale, nga veç pak. Ka qenë projekti Kosova e Re, mandej Kosova C është thirr. Në kohën e Ramosh Haradinit ka pas projekt për zgjerimin e kapacitetit energjetike. Prit. Mandej Albin Kurti ka rruamin ja ka dhënë Kosova e Re. Ka pas një tender dhe ka fitu kontër global investim amerikan ku kanë pas më punësu mbi 1500 vetë në Obiliq. Mirë, por ka orë qeveria Kurti e ka prish në mënyrë të njashme këtë kontrat dhe në arbitrazh ndërkombëtar. Kontër globali i ka fituar 21 milion euro për shkak të prishjes së kontratës nga Albin Kurti. Prandaj duhet ta themi të vërtetën. Mos e faj sot të tjerë se dikush ka bërë edhe veç nisan. 2008-2021 nuk ka pas reduktime as një minutë në Republikën e Kosovës dhe ka pas shumë më pak import energjisë elektrike se që kemi sot në qershor të vitit 2025. Prandaj mos ta sepse kështu po e neutralizojmë edhe qytetarin. Ai që ka votuar Albin Kurtin sonte ka rrezik fëmijën e vet, se nuk ka rryma ka mu importu dhe ka më ushtrejtu buka, ka më ushtrejtu sheqeri, ka më ushtrejtu vaji, me një fjalë ashtu shku poshta që po sepse duke ja gju fojin atyre që 20 vjet, që nuk është as logjike, nuk është as e vërtetë. Veç diçka. Unë nuk jam subjektiv pa asnjë parti, asnjë pushtet. Qytetarët e Kosovës sot mos thuaj si kanë bë ata përpara. Shkoj mbrojë, po e kanë bë kontër global. Është drejtë ja me mendimet e mia. Po mirë, po s'më marrën faktin. S'është unë flas mbos faktin. Qytetarët e Kosovës problemin e energjisë nuk e kanë zgjidhur. Ai ka prish kontratën e kontër global të Albin Kurti, po të vete. Tash unë nuk hi. Sa është publike. Po politike. Jo, absolutisht. Është publike që e ka prish. Unë se ekonomist flas. Po veç thuaj burrë ka prish se ka prish ti, mos fal ekonomist se janë ngjyrota. Po ti do na ngu qytetarët janë. Po s'ka nevojë qytetarët me ngulë gjëra. Lutem ta kryj mendimin. Me gjithë respektin. Qytetarët e Kosovës sot për sot nuk kanë rrymë. 25 vite pas luftës nuk kanë rrymë, i vetmi ndoshta vetë në rajon që kemi krizë energjetike me mos pasje rrymë, domethënë edhe reformat energjetike që ka qëndosh më bë, nuk e bë, gjithmonë ka pas keq përdorime. Unë më kujtohet edhe pas luftës. Edhe ndërkombëtar ku ka qenë me një mision fill pas luftës për pas disa vite, ku thotë që me 100 miliona janë investuar kek, e çka është nuk ka rrymë ka pas ndërprerje absolutisht vazhdimisht. A është arsye mëse pas rrymë sot? S'është arsye. Absolutisht. Nuk është arsye. Unë sa thash, këta 5 vite kanë pas mundësi